Nesër vulloset edhe zyrtarisht statusi dhe Shqipëria merr në Bruksel titullin kandidate për në Bashkimin Evropian. Për të folur pikërisht për këtë çështje, ne kemi në studio kryetarin e Komisionit të Jashtëm në Parlamentin e Shqipërisë, deputeten socialiste Zonjën Artadade. Mirëmëngjes dhe mirëseardhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Zonjë Artadade, statusi u mor formalisht nga ministrat e jashtëm, po këtu nisi direkt debati se kush i ka meritat. Opozita ka nxituar të jap meritat të gjitha ish-kryeministrit Berisha, Rama e pengoi statusin, thot Lulzim Basha. Si qëndron në këndvështrimin tuaj e vërteta? Tani varet se kush i manifeston apo i shpreh këto qëndrime, sepse praktikisht ne nuk kemi bërë ndonjë nxitje apo ngutje për të privatizuar procesin, sepse gjitha ata që merren me këto procese, gjitha vendet që kanë kaluar përmes njëjtave procese, e kanë të qartë që vetë fjala proces do të thotë që ka një shtrirje ndër vite. Dhe përjedhoj, kjo i tejkalon mandatet caktuara apo legislaturat caktuara, sepse shpeshherë harrohet dhe roli i parlamenteve, që është një rol shumë i spikatur, jo vetëm në parafrimin e legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, por dhe për monitorimin e të gjitha fazave të këtij procesi. Më lejoni të kujtoj që marrëveshja është nënshkruar diku në 2006, mbasi në 2005, 97% e negociatave kishin përfunduar, u vu si kusht zgjedhjet e lira të ndershme demokratike dhe të drejta në 2005, i cili rezultoi një kusht i përmbushur në masën më të madhe, dhe sigurisht u mor vendimi në tetor të 2005 që Shqipëria ta nënshkruajë marrëveshjen. Pra që nga nënshkrimi i marrëveshjes deri dje apo nesër që do të formalizohet edhe zyrtarisht, kanë kaluar gati sa vjet, 8-9 vjet, pra është një proces shumë i gjatë. Sigurisht është dita për të përshëndetur të gjithë ata që kontribuan, është dita në radhë parë për të falenderuar gjithë shoqërinë shqiptare, sepse duhet sqaruar dhe diçka tjetër. Në Bashkimin Evropian apo dhe në strukturat e tjera euroatlantike nuk përfshihen apo nuk antarësohen qeveri. Antarësohet shoqëria, antarësohet shteti. Dhe përjedhoj, padyshim që kontribute duhet jenë në të gjitha strukturat e shtetit, në të gjithë shoqërinë. Pra kur flitet edhe për emancipim të shoqatave jo fitimprurse, për emancipim të medias, kur flitet për drejtësinë, këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me qeverinë, këtu kemi të bëjmë me gjithë shtetin. Dhe është për këtë arsye që unë dua të përshëndes shoqërinë shqiptare, e cila shpeshherë është më e avancuar se sa vetë politika, sepse ky proces shpeshherë shndrohet në një proces me partisanship thonë në Europë. Ne mund ta përkthenim me partizan luck, sepse në fakt nuk duhet bërë ashtu, dhe është një traditë jo fort e këndshme në politikën shqiptare që i konsiderojnë këto arritje si medalje, siç është rasti i integrimit në NATO, kur edhe integrimi në NATO përfshin në vetvete punë të bërë të shtrirë në kohë, ato ciklet e antarësimit në NATO sigurisht nuk mund t'i bënte vetëm një qeveri, por sikurse dihet ka individ caktuar që e privatizojnë këtë proces. Dua të them gjithashtu që është momenti për të reflektuar, sepse praktikisht jo të gjitha kategoritë e politikës në Shqipëri kanë qenë inkurajuese, kanë qenë nxitse, ka patur dhe element caktuar që kanë qenë dhe frenues në këtë proces, sepse vërtet është një vendim, mund të themi, i vonuar, por aman i justifikuar, sepse ne kishim gjithë të drejtën tonë që edhe të shqetësoheshim apo dhe të mërziteshim në dhjetor. Unë mendoj që nuk ishte vend për t'u dëshpëruar, sepse në të drejtën e tyre, disa vendet Bashkimit Evropian, kërkonin të shikonin më aksion të dukshëm, më aksion të prekshëm në luftën kundër krimit e organizuar dhe korrupsionit, dhe besoj që kjo ishte evidente, jo vetëm kjo, por edhe vullneti politik për të bashkëpunuar me opozitën, thirrjet e vazhdueshme. Dua të shënoj patjetër që edhe në Parlamentin shqiptar është krijuar një frym tjetër bashkëpunimi. Ne asnjëherë kjo maxhorancë qeverise nuk i ka ngushtuar hapësirat e opozitës përtej spekullimeve që janë bërë, dhe praktikisht sot rezultojmë që nuk e di unë dëshiroj që opozita të jetë e pranishme, por për fat keq në Komisionin e Jashtëm kur ne kishim thirrë ambasadorin Gajani, i cili foli për presidencën italiane, që vijon mbas presidencës greke pikërisht mbas datës 1 korrik,
Për fat keq, opozita nuk ishte e pranishme, pa dyshim që unë e kam justifikuar këtë akt, sepse ata e kanë këtë për shkak të vendimeve politike që kanë marrë, por është momenti më i papërshtatshëm që ata të mos jenë në parlament në fundit, edhe për të dëgjuar përshëndetjet që ju shkojnë edhe politikanëve që tani janë në opozit, sepse sikur se e thash, ne i njohim kontributet e gjitha qeverive. Pa dyshim që këto s'mund të jenë kontribute individësh, të janë kontribute të politikave të zbatuara dhe sigurisht pozit dhe opozit së bashku, sepse në fundit janë njësër ligjesh që janë kaluar me një majorancë të cilësuar në parlament. Apo rezoluta për integrimin evropian. Rezoluta për integrimin evropian, rezoluta për liberalizimin e vizave, janë njësër ecurish në parlament në 8 vjetët kur ne ishim në opozit, dhe s'duhet haruar lobimi që ne kemi bërë, sepse roli i grupit social-demokrat edhe brenda Parlamentit Evropian është mjaft i spikatur, ata kanë qenë mbështetës, sigurisht edhe grupi konservator, të cilët janë pro zgjerimit, dhe është për të përshëndetur marrja e vendimit, sepse në një farë mënyrë është dhe një përgjigje për gjithë ata që janë skeptik për zgjerimin. Me këtë vendim, Këshilli i Ministrave dhe sigurisht edhe Këshilli Evropian do t'japin një mesazh të fortë që ata që janë pro zgjerimit do dinë të artikulojnë veprimet përbashkëta për të frenuar edhe atë numër vendesh që është në rritje në këto zgjedhjet e fundit parlamentit, të cilët nuk janë pro zgjerimit, po duan që të merren më shumë me problemet që ka vetë Bashkimi Evropian. Mund të paralele me sjelljes sotme të kësaj opozite sotme me ju dikur se ju akuzojnë shpesh e bllokuat statusin për çështjen e Fierit. U vonua për shkak të sjelljes së opozitës. Padyshim janë justifikime, unë nuk e kuptoj pse zoti Berisha vazhdon të merret me punën e zgjedhjeve, kur që një rezultat i pastër, unë nuk e kuptoj çfarë aspiron që të bëhet më tej, sepse sikur se thonë edhe mjaft ambasador të akredituar në Tiranë, është një person i politikës, unë refuzoj të quaj personalitet për ish vërtetës, sepse kam disa parametra të tjerë për të konsideruar një person personalitet, dhe në mënyrë të veçantë me atë që sistematikisht bën së fundi në parlament, unë nuk do ta quaj të tillë. Normalisht do t'ishte e kundërta, një njeri që ka kontribuar simbas vizionit vetë dhe që mendon që ka kontribuar 23 vjetë në politikë, duhet kishe një qëndrim tjetër sot. Ai dëshiron dhe ka për qëllim të justifikoj atë pikërisht frenim të procesit që zoti Berisha veti ka bërë. Në qoftë se do të kthehemi pas në vitin 96 ne ishim shumë afër Bashkimit Evropian, atëre ndoshta që edhe pak më e lehtë sepse nuk ishte kaq shumë pengesa kushte ka shumë kushtëzime për statusin dhe për shkak të zgjedhjeve të 96-s Shqipërisë ju bë një vonesë për 10 vjetësh. E njëjta gjë ndodhi me zgjedhjet e 2009-s. Ata mund të përmendin edhe Fierin dhe çdo gjë tjetër, por praktikisht faktet ishin aty, kemi një rezolut Bashkimit Evropian të Parlamentit Evropian në mbështetje të hapjes së kutive të votimit atëherë, në mbështetje të kërkesës së opozitës për të ngritur komisionin e timor parlamentar për të verifikuar dhe për të investiguar për zgjedhjet e 2009-s, gjë e cila nuk ndodhi kurrë. Kështu që arsyet janë komplet të ndryshme, nëse ne kishim arsyet forta, këto të tanishmet janë sebepe, megjithatë nuk është momenti që ne të merremi me këto gjëra, është momenti që ne të kërkojmë që majoranca qeverise të ketë të qarta planet dhe strategjinë në mënyrë që ne të përshpejtojmë kohën për hapjen e negociatave, sepse këtu kemi të bëjmë vetëm me një stacion dhe një hap më përpara drejt Bashkimit Evropian, por sfidat e vërteta, sfidat më të vështira nisin tani. Edhe për arsye që do të monitorohemi në mënyrë më strikte nga Bashkimi Evropian, edhe për arsye që negociatat janë të vështira, në mënyrë të veçantë në ato 5 kolona bazë të konsolidimit të demokracisë, për cilat sigurisht duhet të punojmë të gjithë së bashku, ashtu sikur se thash, dhe gjithashtu duhet përgatitemi për të qenë më kompetitiv, për të qenë më konkurrues në të gjitha fushat, në fushën e tregtisë, në fushën ekonomike, në fushën e bujqësisë dhe në mjaft element të tjerë. Padyshim që statusi na jep një element të ri në marrëdhëniet tona me Europën, por përgjithsisht edhe për rolin që ne luajmë në rajon. Jemi më atraktive dhe ndaj investimeve tuaja, por sigurisht kjo ka anën tjetër që na takon ne të krijojmë një klimë të re investimesh, të japim garancitë përkatëse
në mënyrë që Shqipëria tjetë, si thuash, një urë lise mes Europës dhe Ballkanit në përgjithësi. Ka nxituar dia ambasadori gjerman dhe ka thënë, ka vënë gishtin, sistemi i drejtësisë gjyqësori duhet të ndryshojë. Është kjo sfida e radhës, është kjo kryesorja? Padyshim kjo është sfida më kryesore, sepse më lejoni të ripërsëris që vizioni ynë për integrimin në Bashkimin Evropian dhe reformat nuk janë thjesht sepse i kërkon Brukseli, ato shkojnë paralelisht me detyrimet që ka çdo maxhorancë për të përmbajtur premtimeve dhe për të rritur cilësinë e jetës. Gjyqësori është një nga hallkat më të dobta, është një nga hallkat që vazhdimisht është vënë në fokus edhe nga organizmat ndërkombëtar për një korrupsion galopant, dhe është e çuditshme dhe paradoksale që është pikërisht këtu frika e Zotit Berisha, i cili vazhdon të flasë dhe të mbrojë pikërisht ata gjyqtarë që ai vetë ka promovuar, që në një farë mënyrë i ka patur edhe si avokat të tij në gjitha proceset gjyqësore, për cilat opozita i është drejtuar drejtësisë dhe është për të çuditur se edhe herën e parë kur ishte në opozita i dinte të manipulonte pikërisht drejtësitë. Nuk është histori e gjatë që të kthehemi dhe të japim raste konkrete se si ai e ka manipuluar dhe në fakt 8 vjetët e tij në pushtet, ai ka shpërblyer këta gjyqtarë dhe praktikisht ka akaparuar drejtësinë. Është e vështirë të zhbohet ky sistem drejtësie ku duket se janë gjitha hallkat tjera me njëra tjetrën dhe gjithë mbrojnë njëri tjetrin? Nuk është e vështirë nëse vullneti do të jetë i pranishëm në të gjitha hallkat, sepse dihet që fillojnë që nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe të gjitha strukturat që e përbëjnë sistemin e drejtësisë. Po unë besoj që me vendosmërinë që ka maxhoranca qeverise, por edhe me mbështetjen e aktorëve të vetë drejtësisë, sepse nuk mund të themi që të gjithë janë të molepsur në këtë dukuri që nuk është vetëm shqiptare, unë besoj që do të ja dalim për të dhënë mesazhe të qarta, por edhe për ta vënë drejtësinë në shinat e zbatueshmërisë së ligjit, por gjithashtu edhe funksionimi edhe institucioneve tjera të pavarura, gjithashtu administrata publike, e cila vazhdon të mbetet e politizuar. Dhe zhurma e madhe që bën opozita lidhur me gjoja cënimin që i është bërë administratës publike, është pikërisht në këtë linjë. Ata kërkojnë të çimentojnë ato dëme që i bën administratës publike, duke e përdorur edhe për efekte elektorale. Dihet që vetëm në fillim të vitit 2013 u shtuan mjaft individ në administratën publike me kontrata dhe pikërisht në reformën që ne kërkojmë bëjmë në administratën publike, fillimisht është njëherë sjellja në ato parametra kur ata nuk u emëruan për shkaqe dhe për efekte elektorale. Unë besoj që ne kemi vizion tjetër për administratën publike, duhet të jetë një administratë e qëndrueshme, e cila duhet të jetë e aftë edhe për të thithur edhe fondet që do të vinë nga Bashkimi Evropian me rastin e marrjes dhe të statusit vendit kandidat, sepse ne duhet dinë mirë çfarë duhet përfitojmë në këtë situatë re të krijuar me statusin e vendit kandidat dhe shumë praktika kanë ndryshuar brenda Bashkimit Evropian, duhet kemi struktura të afta për të qenë të gatshme për të prezantuar projekte, por një herazi dhe për thirrur fondet. Të dinë të aplikojnë në radhë parë, të dinë të mbushin formularet e aplikimit, sepse ne kemi patur ekspert Bashkimit Evropian këtu dhe thonë nuk ka njerëz në Shqipëri të aftë të dinë të aplikojnë. Ka fonde pa fund dhe ne nuk dimë. Përveç kësaj kemi konstatimet të përfshira në progres raportet që Shqipëria rezulton me një administratë civile të politizuar. Dhe ne në fakt duhet ta fshim këtë nga raportet që kanë ardhur. Zënja Date, ju e theksua dhe pak më lartë që sfida e radhës është data e çeljes së negociatave. Çfarë synon qeveria shqiptare? Ka një afat në mendje? Sigurisht afatet nuk i përcaktojmë ne përcaktojmë se çfarë duhet të bëjmë dhe t'i përmbahemi këtyre angazhimeve. Dhe këtu mund të hyjë roli i parlamentit dhe që sigurisht edhe në këto muaj nuk ka munguar. Ne përveç që mbështesim qeverinë në legjislacionin që sjell për ta parafruar, por praktikisht nuk jemi si maxhoranca e kaluar, që ishte thjesht një zgjatës i qeverisë. Neve po bëjmë punën tonë për komisione, duke bërë oponencën edhe të ligjeve dhe duke monitoruar zbatueshmërinë e këtyre ligjeve. Dhe jam e kënaqur që komisionet po punojnë, parlamentarët dhe deputetët e maxhorancës janë të angazhuar, shpeshherë kanë artikuluar edhe kritika, juve e keni ndjekur, dhe unë besoj që ky është shërbimi më i mirë që i bëjmë vendit. Më lejoni të flas pak edhe për Komisionin e Politikës Jashtme. Neve nuk kemi kufizuar vetëm tek ratifikimi ashtu sikur se ka qenë më përpara, por ne e dim rolin tonë edhe në procesin integrues
përveç lobimit në kontaktet që kemi me komisionet homologe, vazhdimisht jemi të angazhuar në kontakte dhe në takime edhe me ambasadorët që janë këtu. Këto muaj, në mënyrë veçantë me ambasadorët e vendeve që kërkonin të shikonin më shumë aksion të dukshëm nga ana e qeverisë, janë intensifikuar kontaktet dhe me kënaqësi konstatoj që është dhe roli ambasadorëve që janë të akredituar në Tiranë, që kanë parë nga afër se sa e angazhuar ka qenë kjo majorancë qeverise dhe sigurisht të gjithë bashkë kemi arritur që të bindim partnerët tanë europian që kjo qeveri e ka seriozisht integrimin Bashkimin Evropian dhe nuk është thjesht një retorik, ashtu si kurse rëndom është trajtuar ky proces i cili na bën ne tashmë të reflektojmë dhe të përmirësojmë çdo gjë që është për të përmirësuar dhe për të përshpejtuar pikërisht datën e hapjes së negociatave. Ju keni mbajtur edhe postin e ministrit jashtëm e njihni mirë se si funksionon Bashkimi Evropian, se si funksionon diplomacia atje. Mos ndoshta dhe monitorimi do të jetë shumë fish më i rrep tashmë që kemi marrë statusin. Po mos ndoshta kemi hyrë një rrugë që ne shqiptarët ndoshta shumë vete dinë se detyrimet dhe kushte duhen përmbushur derisa të bësh antar i Bashkimit Evropian. Po është shumë e vështirë për ne shqiptarët dhe mbetemi mes rrugës. Sikurse thoni ju, sigurisht këto nuk janë vetëm ato kërkesat që ka Bashkimi Evropian, por janë edhe disa detyrime. Në çdo antarësim ti ke të drejta, por aman ke edhe detyrime. Një nga detyrimet që është emergjent është që ne duhet të zbatojmë marrëveshjet që shteti shqiptar ka me vendet caktuara të Bashkimit Evropian, por edhe vetë marrëveshjet që ka me Bashkimin Evropian për sa i përket respektimit të periudhës të lëvizjes në zonën Schengen. Për fat keq ka patur disa raste, unë them që këto raste kanë ardhur duke u reduktuar dhe me një ndërgjegjësi më të mirë të shqiptarëve, padyshim që këto raste do të shmangen. Gjithashtu duhet përgatitemi, sikurse e thash dhe pak më parë, që ne të dimë të luajmë bukur, por të luajmë dhe në interes të vendit tonë, por dhe në interes të bizneseve tona. Kjo kërkon një përgatitje shumë madhe, kjo kërkon edhe përmbushjen e disa standardeve, nëse ne do të dalim në tregun sigurisht rajonal fillimisht, por edhe në tregun europian, sepse vendet e tjera kanë më shumë angazhim, kanë më shumë përvojë në këtë drejtim, dhe sikur të marrim për shembull turizmin, më kanë pëlqyer dje lajmet që po bëhen disa modele se si duhet funksionojnë plazhet tona, madje edhe plazhet që mund të konsiderohen të turizmit masiv. Sigurisht që ne duhet të parafrojmë edhe këtë mënyrë të turizmit me vendet si Kroacia, për shembull, që kanë një traditë të jashtëzakonshme, mos shkojmë më shumë, po te Mali Zi që dhe ata kanë një përvojë të vyer në turizëm. Dhe unë besoj që me vizionin që kanë edhe vetë njerëzit që janë vënë në krye të këtyre punëve, për menaxhimin e Bregdetit apo autoriteti për turizmin, unë besoj që ka një risi. Sigurisht është ende erët që të themi nëse po vendosen praktika të konsoliduara, uroj dhe mbështes ato hapa që krijojnë optimizëm në këtë drejtim, dhe besoj që asgjë nuk na pengon që neve të vazhdojmë në këtë drejtim. Do donim që ta kishim dhe opozitën në krah. Mjaft kolegë të nderuar, dua të falenderoj zonjën Bregu për ish vërtetës e kam përmendur, nuk kam pse të mos e bëj këtë, e bëj pas një lloj hezitimi, sepse vërtet ka punuar dhe besoj që edhe si kryetare e Komisionit për Integrimin Evropian e ka tashmë të qartë se si duhet të kërkoj dhe se si duhet funksionojë ai komision për të mbështetur të gjitha ministritë e linjës në mënyrë që të përmbushen standardet. Nëse do të jepni një vlerësim punës qeverisë, nga 23 qershori u mbush një vit, janë 10 muaj punë. Ka njerëz që thonë shumë ngadalë kanë marrë, nuk po arrin dot të japin drejtim atyre premtimeve që kanë marrë para elektoratit. Nëse ju do të jepni një notë punës kësaj qeverie në këto 10 muaj, çfarë note do t'i vini? Sigurisht profesioni im i parë është i mësuesisë dhe druaj që t'i jap një notë, sepse praktikisht është e vërtet që e mbushëm vitin nga zgjedhjet e 23 qershorit, por dihet që qeveria filloi punën në shtator, dihet se në çgjendje u gjet vendi, u gjet arka e shtetit. E rëndësishme është që hapat që hidhen të jenë të sigurt. Sigurisht në perceptimin e publikut ndoshta ka një padurim dhe ka një dëshirë që të ketë më ritëm në reforma, por unë fola dhe për faktorët frenues dhe besoj që mbas një viti edhe vetë kryeministri do të jetë në gjendje që të shikojë çfarë ka funksionuar mirë,
çfarë duhet konsoliduar dhe çfarë duhet përmirësuar. Është e qartë që një qeveri serioze dhe një qeveri e përgjegjshme, padyshim që në fund të ditës bën edhe bilancin e punës vet. Unë gjykoj që me punën që bën edhe parlamenti, shpeshherë disa gjëra rezultojnë që duhen përmirësuar dhe kjo është normale në një qeveri të përgjegjshme. Besoj që ne prandaj jemi dhe kjo është një punë e përbashkët, ne nuk mund ta quajmë qeveria punon më vete dhe parlamenti është më vete. E kam thënë edhe në fjalën që mbajta në mbështetje të programit qeverisës në 2013 që kjo është një punë e përbashkët, kjo është një sfidë e përbashkët, pavarësisht se kush është në qeveri dhe kush është në parlament. Vetë majoranca qeverise, unë kështu do të dëshiroj ta konsideroj, është punë e përbashkët dhe është përgjegjësi e përbashkët. Ne jemi aty për të dhënë me dashamirësi vërejtjet tona, besoj që kemi mirëkuptimin e ministrave dhe besoj që vetë kryeministri është në gjendje tashmë të bëj bilance dhe analizat se çfarë duhet përmirësuar dhe çfarë funksionon më mirë. Zonja Dade, ju thatë pak më lartë që një nga sfidat kryesore e jona është pikërisht një administratë pa politizuar e cila përmendet shpesh edhe në raporte. Do të jetë kjo një sfidë e cila do të nisë pas qershorit, pasi kemi marrë një po nga Brukseli për status e kandidat? Në fakt edhe në këta muaj unë kam vënë re që ata që janë punësuar në administratën publike, janë punësuar përmes konkurseve dhe madje atje ku ka rezultuar që dhe kanë gabuar, ju e dini që dhe janë zvendësuar. Dhe në fakt kjo është dhe mënyra se si duhet funksionojë administrata publike. Në qoftë se ka vretje dhe realisht ka vretje, duket që vetë ata që kontribuan, flas këtu edhe për strukturat e partisë, është normale që të mos e ndajmë militantizmin nga profesionalizmi, sepse ka mjaft që janë militant dhe ne gjithë jemi militant përsa ko militojmë në një parti të caktuar, por kjo s'do të thotë që ata që militojnë në një forcë caktuar nuk janë profesionist. Dhe ligjet e shtetit nuk mund të ndajnë këtë. Në fakt, nuk mund të hiqet e drejta, sepse pasaj kemi të bëjmë me shkelit të drejtave të njeriut, që cili do duhet të kandidoj dhe cili do duhet të marrë pjesë në konkurse dhe pa tjetër duhet shikohet vetëm profesionalizmi. Në qoftë se kjo përputhet edhe me një angazhim serios dhe në politik, këtë nuk ta përjashton ligji. E rëndësishme është që pikë së pari të jetë ana profesionale, të jenë kriteret profesionale. Dhe unë besoj që kjo është patur parasysh nga të gjitha ata që kanë patur rastin të organizojnë konkurset dhe të japin fjalën e fundit për një vend dhe diçka tjetër duhet thonë, kanë qenë të komanduar, nuk kanë qenë me emrim përfundimtar dhe është pikërisht kjo dhe një mundësi për të vepruar në rastet kur nuk është kryer detyra. Që datën e të falenderojmë që nise ditën tënde të punës me emisionin 7 pa 5 Unë ju falenderoj shumë dhe dua t'ju uroj edhe juve, sepse media ka rolin e vetë në gjithë proceset integruese në bashkimin. Ne të falenderojmë dhe kemi një të më të qetë sot parlament? Unë uroj që të shtrëngojmë duart me kolegët e opozitës nëse ata vinë sigurisht, por me sa duket janë mbledhur edhe zotit Berisha edhe kanë marrë dhe nga Ishami në dorë. Faleminderit që ishte zonja Arta Dade, kryetare e Komisionit Punëve të Jashtme në Parlamentin e Shqipërisë, ishte emisioni 7 pa 5 për ditën e sotme. Mos harroni, ne do të shihemi sërish nesër po në 7 pa 5, kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.